Allahun xhaleshanu e falenderojmë. Salavat e selamet pejgamberit alayhi salatu wassalam ja dërgojmë. Në Allahun që të na i pranoj ibadetet e sotme, na i fal mëkatet, na udhëzon rrugën e drejtë, edhe t'ju udhëzoj edhe ata të cilët janë të devijuar. Allahumma amin. Të nderuar vëllezër dhe motra, vazhdojmë me dersën e radhës, i cili thot Mi'rajul Arwah. Fjala Mi'raj, Israja dhe Miraji është e njohur. Miraji është udhëtimi i pejgamberit alayhi salatu wasalam kur ka shkuar në qiell, po thot shpirtin tan ngritën në qiell. Na ditën agjërojmë për Allahun, agjërojmë për Zot Zotit, edhe nalmi prej ushqimeve, prej pijeve, ndoshta jemi ka herë edhe të lodhur, por nuk dorëzohemi për hir të Zotit ta bëjmë. Kur vjen mramja, nëse vetëm ham ushqim, edhe mjaftohemi me kaq, atëherë sigur na kap pak një plagështi. Këtë plagështi duhet ta them duke ngrit shpirtin në nivele më të larta. Mi'rajul Arwah me çu shpirtin në Miraj, me çu në nivele të larta. Këtë bëjmë duke mos u mjaftu vetëm me ngrënien e iftarit. Pastaj më njerë mu kyç të namazi akşamit. Ai që s'mund me fal akşamin në xhami, shkaku i iftarit, domethënë ose ka larg xhamin e tjerë, atëherë detyrimisht aman falën te shtëpia, mos e lëni pa fal. Se na kanë unë pa agjërojmë për Zot Zotit, pe krym një obligim, ka ona tjetër nëse nuk falmi edhe çka kena bën. Atë e kështu që me pas kujdes. Pika tjetër e rëndësishme është që me shku me fal namazin e taravis mundësisht në xhami. Pse po them mundësisht? Namazi i taravis është sunet, por është një prej shenjave identifikuese të muajit bekuar të Ramazanit. Identifikuese është shenjë. Dim kretë dynjoja se në Ramazan muslimanët falen grumull, falen tura. Falen në për xhamia, mushën xhamia të plot. O shaj. Edhe shkuarja në xhami e ka edhe anën fizike, se nuk të lë, subhanallah, të shtëpia është lezet me nejt, mos me shku më fal, astaghfirullah, se ta hieshan epshi, hajtë rri, edhe thush, një orë më fal, por që ajo ora të shtëpia shkon shumë shpejt. Në xhami doket që po lodhesh, po kur të kthehesh në shtëpi, ti e vren se ti ke fitu diçka, ai që ka nejt s'ka fitu kur gja. Ai që se ka fal taravin. Edhe ty nëse të ka ndodhur në herë, po flas për ata i cili është i sinqert me veten e vet. S'ke shku me fal taravin, ke nejt në shtëpi, dikush ka shku janë i familjes. Kur e kthyej pi xhamis, ti ke thonë vetës që ky e fitoj sot një sevap, e mushi xhepin me sevape, unë e nejta, a fitova unë e diçka që nejta në shtëpi kur gja. Ka shku një orë, kot. Pra, shkuarja në taravi është ngritje e shpirtit lartë. Nuk dorëzohesh për tatësisë së ushqimit. Ngrënia tepërt, çet në gjumë. Dëban demel. Kur shkon taravi, tu fal një orë plus minus, edhe ushqimin e tret ma mirë, edhe nuk e lën bashkë në atë kohën e kur mund me të kotë gjumi, nuk e lën veten me u bon koprac, me u bon demel. E mendon një falendrim ndaj Allahut, edhe ditën ja kushton agjërimet, natën e përkushton me namaz. Ulemaja, të nderuar vëllezër, e kanë ngrit muajin e Ramazanit, kanë këshillu me ngrit mbi 3 shtylla, 3 kom, si
ato saxhajokat që i kanë majtë flijat për pare në kanë pas 3 kam, ose shkamat. E para është agjerimi ditën. E dyta, namazi natën. 5 vakte jo që diskutohet, ato ditën është. Namazi natën, shtylla dytë. Është për qëllim namazi natën, namazi taravis, edhe sa të mund është më falë natën sipas mundësive tua. Edhe shtylla e tretë e kësaj ndërtese që kam në Ramazan është Kurani. Kurani na më mirë ditën e natën me lexu në çdo kohë. Edhe ditën, edhe natën. Kush ka mundësi, agjerimi që nga ditën, namazi nafile natën, e Kurani i tretë, këta 3 shtylla, edhe ditën, edhe natën. Edhe ditën, edhe natën. Ai që mundet me nejt me imamin deri në fund, është ma mirë se sa me ndërprej taravin në gjys. Na dim se 8 reqat, pejgamberi alayhi salatu wassalam i ka falë 8 reqat, nuk ka falë ma shumë as në Ramazan, as jashtë Ramazanit. Por namazi i tij ka qenë cilësor shumë. Ai 8 reqat i ka falë 3 orë, 4 orë, 5 orë, plus minus. Neve na mungon ajo cilësia. Ulemat e kanë leju, kanë thonë se nuk është të ndaluar më shumë se 8. Edhe ka hadith pejgamberit alayhi salatu wasalam, kush falet me imamin deri ta kryen imami kret, nuk e lën gjys, deri ta kryen kret, i shkruhet sevap te Allahi si më pas fal të natën. Prandaj ka rast kur na thonë neve, a me lën mas 8 recateve me dal, edhe masani na mu fal të shtëpia hala, na i themi s'ki nevojë. Rri deri në fund, fale vitrin me imamin, edhe të shkruhet sevapi si mu pas fal deri në sabah. Paulo, s'ki nevojë. Jemi aftu, prandaj ne këshillojmë djemë të ri, në rregull, doni me ndjek sunetin, i këshillojmë, jo, doni me ndjek sunetin, në rregull. Po tu mendu që po bëni ma mirë, pe hupni sevapin. Ti pi falë 8 reqat, po shkon shpeja 5, po dush mu falë. Edhe 1 orë, edhe 2. Në rregull. Po, a jetë të dashti me fitu sevap, po thamë kështu Paulo, rri me imamin deri në fund, po ta thot pejgamberi alayhi salatu wasalam, kush rri me imamin deri në fund, i shkruhet sevapi si mu pas fal ta natën. Lësho mikrofonin. Shkëlqim. Lësho mikrofonin. I shkruhet sevapi si mu pas fal deri në mëngjes. Andaj e një prej gjërave që prap e ngrit shpirtin e besimtarit lartë, jemi të folë për mirajin, udhtimin shpirtëror deri në qiell. Është që surët të cilat i lexon imami, më mundu më mësu për kthimin. Më mundu më mësu për kthimin. Në sekretave s'mon, për shembull alhamdulillahi rabbil alamin me mësu. Subhanak Allahumma me mësu. Që janë, se mund është për Allah lem të rekefës, njoni lexon këta, njoni ata, ato mas elhamit. E të jatit me mësu për kthimin. Salavateve, Allahumma rabbena, në sejdë, subhana rabbil ala, në ruku subhana rabbil azim, këtyne me mësu për kthimin që kur ta lexon imami, ose kur ta lexon ti, shpirti yt më ngrit në nivelet në alta. Thot, gjithashtu një prej sebepeve që e ngrit shpirtin edhe i jep vullnet për ibadet në Ramazan është me shku në atë vend ku ndjehesh i qetë në ibadet, i qetë. Ose, nëse është njëjtë,
atër me indru gjamit. Me indru gjamit. I qetë një ibadet, është ai vend ku ndoshta hoxha ka zënë ders, ndoshta lexon Kur'an mirë, ndoshta xhamati janë i qetë, nuk bëjnë zhurmë, si të na këtu në xhami. Ndoshta i vjen era mirë xhamis, ha? Nëse dimën është e nxehtë xhamia, nëse është verë është e fllladitshme xhamia. Këtë këto ndikojnë që besimtari me uni qetë kur ta fal namazin. Nëse xhamiat janë pak a shumë të njëjta, atëherë ka lënë diçka tjetër, i ndron xhamiat. Ndrimi i xhamiave të jep një çfarë qetësie dhe gjithmonë e provon sot këtë hoxhën, nesër atë tjetrën, mas nesër atë tjetrën. Thash, nëse e gjon veten diku në qetë, atëherë më mirë është me u fal vetëm në një xhami. Por nëse jo, atëherë me ndru ato. Të ndru vëllezër, edhe këshilla e fundit, kur të bëhet vakti thirr ezanin, kur të bëhet vakti, nuk është e rëndësishme sa ki me nejtë në kom në namaz. Është e rëndësishme mendjen sa e ki në namaz. Jo veç trupin. Rrin kom, 2 orë, së të mshel, gojen hap. Kur pe kryen hoxha, qëre saatin? Jo, le ma mirë. Sunet është taravia, sa farz. A ke fal farzën? Shka se, si e sot për me zgat namaz. E zgati hoxha, 5 zgat fort, ape nish, kur del pi xhamis. Jo, si e përgaditën, le. Le në gjysë, s'ka problem. Ama anën shpirtërore, kujdesu ma shumë se ajo veç fizike. Kesh të filan hoxha, u fal shpejt, së mund është me thonë Subhana Rabbil Adhim, Subhana Rabbil Ala, bum bam, bum bam, bum bam. Ajo është njëjtë sikur se me shku, me këcy atje të lava. Kush i lun kombët ma shpejt, edhe kush i lëviz pjesë të trupit ma interesant. Andaj duhet anën shpirtërore me përgadit për mu pranu namazit sa ma mirë. Ditën trupin për lodhim me xherem, në mbrëmje shpirtin ta lodhim në thojza, se na e qetësojmë shpirtin me namaz. Sidomos me namazin e yatsis me taravi. Për me ta largu demerllëkun e mbrëmjes, masi ke hongër iftar, ta largon namazit taravis. Vjen këtu edhe lodhesh, po ndjen knetësi, ndjen qetësi edhe ato ushqim që ke hongër, domethënë stabilizohet në trup edhe krejt dahmi të kënaqen. Allah na i pranoft ibadetet, na i fal mëkatet edhe mangësitë